Pavarësia e spakut është prioritet kryesor, tha kryeministri Edi Rama gjatë një interviste për podcastin austriak East Side Stories të dje pres. Rama shtoi se sistemi i drejtësisë duhet të jetë në gjendje të hetojë, gjykojë dhe të dënojë, pa marrë parasysh nga cila anë vjen çështja, për të mos sënuar besueshmërinë dhe autonominë e tij. Kam thënë se duhet të ndërtoj mekanizma të drejtësisë që duhet të jenë në gjendje të provojnë pavarësinë e tyre, duke hetuar, duke investiguar dhe duke dënuar, pa marrë parasysh nga cila anë vjen çështja, nuk është aq e këndshme sa të shkosh në opera, është e dhimbshme, është e hidhur, por është mënyra e vetme. A është perfekte? Jo. A bëjnë gjithashtu gabime? Sigurisht që bëjnë, por në fund të ditës duhet të bëjmë gjithçka që të mos prekim pavarësinë që u kemi dhënë atyre. Rama theksoi se objektivi i Shqipërisë për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian brenda vitit 2013, ai e përshkroi këtë proces si një detyrë për të ndryshuar Shqipërinë dhe për ta bërë më europiane, më demokratike dhe të bazuar në institucionet e saj. Nuk e bëjmë këtë detyrë shtëpie për të kënaqur ata, e bëjmë këtë detyrë për të ndryshuar Shqipërinë dhe për ta bërë Shqipërinë më europiane, më demokratike, më të bazuar në institucionet e veta dhe jo tek personalitetet e veta. Pra, Bashkimi Evropian është burimi i vetëm i këtij lloji njohurish. Në lidhje me investimet dhe marrëdhëniet ndërkombëtare, Rama komentoi projektin e ish-dhëndrit të presidentit amerikan, Jared Kushner, në ishullin e Sazanit. Kryeministri theksoi se miqësia me investitorët amerikanë nuk është çështje politike dhe do të vazhdojë edhe pas mandatit të Donald Trump. Nuk e di se si saktësisht ndodhi, por ndodhi. Ata erdhën, vizituan, e duan këtë vend, u kthyen dhe pastaj filluan të mendojnë se si të bëjnë diçka. Mendoj se ky është një investim dhe kjo është një misi që zgjat shumë kohë. Prandaj do të mbijetojë edhe pas Trumpit, kështu që nuk është as pak një misi politike. Kjo ishte ajo që thash atëherë dhe kjo është ajo që po them tani. Ai shtoi se nuk merr pjesë në përplasjet politike mes personaliteteve si Kushner dhe George Soros dhe se Shqipëria mbetet një vend mikpritës për të gjithë miqtë e saj. Po, më pyetet për Kushner dhe Soros. Po, të dy janë miq. Mund të mos e pëlqejë njëri tjetrin, megjithse nuk jam i sigurt. Megjithatë, bëhet fjalë për ta. Nuk bëhet fjalë për mua. Nuk është puna ime të gjykoj, nuk është puna ime të jem pjesë e kësaj. Kjo është Shqipëria dhe kjo është shtëpia për të gjithë miqtë që kemi. Pra, të dy janë në shtëpi këtu. Duke folur më gjerë për diplomacinë dhe marrëdhëniet ndërkombëtare, Rama tha se Shqipëria është një vend i vogël dhe nuk e ka luksin që të zgjellë, por të flasë me të gjithë.